Fjala sot. Hyjnor. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastoret Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është hyjnor. Kjo është një fjalë që nuk përdoret shpesh në fjalorin ton të përditshëm, por të gjithë e dim kuptimin e saj dhe të gjithë e dim se përdoret vetëm atëherë kur flitet për diçka që është përtej kësaj bote, përtej gjërave të kësaj bote, përtej shenjave të kësaj bote. Po, fjala hyjnor është një fjalë mrekullueshme që na hap syt, zemrat dhe mendjet për të kuptuar dhe për të pranuar se është një atribut vetëm për Perëndin. Ne ju inkurajojmë të ndiqni programin ton të sotëm për të mësuar më thellë kuptimin e kësaj fjale, por mbi të gjitha për të kuptuar se ka vetëm një person tek i cili mishërohet kjo fjalë. Ka vetëm një person që mund ta mbartë këtë fjalë në gjithë plotësinë e saj. Ky person është Jezus Krishti. Mos e humbisni këtë program. Ju sigurojmë se jo vetëm do të mësoni, por edhe do të bekoheni shumë. Siç pritet në Dhjetën e Re në Bibël, flitet jashtëzakonisht shumë për personin e Jezu Krishtit. Midis gjërave më të rëndësishme që na thuhet për Jezusin është se ai është hyjnor dhe në këtë aspekt ai është krejtësisht i ndryshëm nga ne. Edhe pse Jezusi kishte një trup fizik, plotësia e Perëndis banonte brenda tij, dhe unë do të doja të kalonim pak kohë duke parë disa vargje, që të hedhim një themel të fortë në mendjen tonë në lidhje me hyjnin e Jezusit. Ky është një nga mësimet që sulmohet në fakt më shumë. Kur ka mësues të rrem, profet të rrem, kur individët duan të zvoglojnë rëndësinë e Jezusit, në shumicën e rasteve, ata do të sulmojnë hyjnin e tij. Duke bërë këtë, ata ose e zvoglojnë ose e ngrenë më lart një qenie tjetër njerëzore, duke u përpjekur t'i bëjnë ata të barabartë me Jezusin. Këto janë dy mënyrat klasike përmes të cilave sulmohet dhe është sulmuar përgjatë shekujve krishterimi për sa i përket personit të Krishtit. Le të shohim së bashku letrën nga letra Kolosianëve kapitulli i parë. Ky është një kapitull i bukur dhe është një nga më të rëndësishmit që flet për hyjnin e Jezusit në Dhjetën e Re. Në vargjet 15 deri 20 thuhet: Ai, Jezusi, është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parlinduri çdo krijese, sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjëra që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotrime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të. Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës. Ai është fillimi, i parlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë përparsinë në çdo gjë, sepse Atit i pëlqeu që në të banojë e gjithë plotësia, dhe duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas me anë të tij të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si ato që janë në qiej. Kjo është një përmbledhje e mrekullueshme e personit dhe punës së Jezu Krishtit, dhe vini re këto deklarata fantastike që tregojnë se kush është ai. Ai është quajtur i parlinduri i çdo krijese. Gjithashtu, thuhet se gjithçka është krijuar me anë të tij dhe për të. Ai është kreu i kishës, që është trupi i tij, dhe Atit i pëlqeu që në të banojë e gjithë plotësia. Dhjata e Re na thotë se Jezusi është i vetmi person që është kështu. Ai nuk është një profet i thjesht. Ai nuk është thjesht një njeri i mbushur me frymën që po sillet shumë mirë. Jo, ai është i veçantë dhe në fakt tek kapitulli i parë i Ungjillit sipas Gjonit përdoret e njëjta fjalë kur thuhet: Askush se pa Perëndin kurrë, i vetëm lindur i birë, që është në gjirin e 8, është ai që e ka bërë të njohur. Fjala që përdoret në Bibël do të thotë unik, i vetëm lindur i birë, pra, nuk ka dhe nuk do të ketë të tjerë. Jezusi është i vetmi biri i Perëndisë Atë. Ne mund ta quajmë veten fëmijë të Perëndisë.
Ne mund të themi se Perëndia i do të gjithë njerëzit dhe se ai na ka shpëtuar përmes Jezusit për të qenë fëmijët e tij. Por askush nga ne nuk do të jetë në pozicionin që është Krishti. Ai është krejtësisht unik. Le të shohim një tekst tjetër dhe do të zhytemi në bukurinë e mesazhit të Jezusit. Tek letra e Romakëve kapitulli 8, vargjet 28 deri 30, lexojmë. Dhe ne e dimë se të gjitha gjërat bashkë veprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbulltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i parlinduri në mes të shumë vëllezërve. Dhe ata që ai i paracaktoi edhe i thirri, dhe ata që i thirri edhe i shfaqsoi, dhe ata që i shfaqsoi, ata edhe i përlëvdoi. Kjo është një pamje fantastike e mënyrës se si Perëndia e ka parashtruar planin e shpëtimit dhe ka bërë të mundur që qenjet mëkatare njerëzore të marrin faljen, restaurimin përmes Jezusit dhe pastaj të drejtohen nga Perëndia në këtë jetë toksore deri në jetën e përjetshme që ai ka përgatitur për ta. Ne kemi parë në disa fraza këtu se Jezusi është quajtur i parlinduri i të gjitha krijesave dhe tek Romakët kapitulli 8, Pali thot se Jezusi është i parlinduri në mes të shumë vëllezërve. Po cila është domethënia e këtyre frazave? Cili është qëllimi kur thuhet se Jezusi është i parlinduri i të gjithë krijesave apo i parlinduri në mes të shumë vëllezërve? Unë dua t'ju paralajmëroj në lidhje me disa herezi dhe mësime të rreme që qarkullojnë. Kudo ku ekziston ungjilli i Jezusit në mbar botën, do të ketë përpjekje për ta shtrembruar atë dhe për ta kthyer në një histori alternative që ndryshon. Një shembull i mirë për këtë është koncepti se ne jemi si Jezusi, se ne ishim fëmijët frym të Perëndis si Jezusi dhe se ai deri diku në bindjen e tij dhe me sjelljen e tij fitoi të drejtën që ne të bëhemi hynor, ashtu siç është ai. Ky është një koncept i huaj për dhjatën e re. Nuk është ungjilli i Jezu Krishtit. Në fakt, në letrën e Galatasve kapitulli i parë, Pali po përballej me një variant të ndryshëm të ungjillit dhe ai thot në mënyrë të prerë: në qoftë se dikush ju predikon një ungjill tjetër nga ai që ju keni marrë, qoftë i mallkuar. Është shumë e rëndësishme që ju të mos ngatërroheni dhe të pështjelloheni nga njerëz që e zvoglojnë rolin e Jezusit. Dhjata e re është shumë e qartë në lidhje me faktin se ne jemi krijesa, individ, të shpenguar përmes Jezu Krishtit, të krijuar për një jetë që ai ka përgatitur për ne në qiell. Dhe në këtë kuptim, dhjata e re thotë se Jezusi është i parlinduri i të gjitha krijesave. Ai është më i larti në natyrën e tij, sepse është hynor. Ai është më i larti në arritjet e tij, sepse ai ka mposhtur Satanin, vdekjen. Ka bërë të gjitha gjërat që ne njerëzit nuk mund t'i realizojmë. Ai zbatoi plotësisht ligjin dhe vullnetin e Perëndis atë në vendin tonë. Kështu, është herezi të sugjerosh se Jezusi dhe ne jemi vëllezër dhe se edhe ne jemi hynor si ai. Nuk është kjo ajo që dhjata e re do të thotë. Dhe kur thotë se Jezusi është i parlinduri në mes të shumë vëllezërve, i referohet faktit se Krishti në trupin e tij njerëzor u ringjall prej së vdekurish dhe duke bërë këtë, ai pagoi që edhe ne të kemi një ringjallje fizike. Dhe nëse ju keni ndonjë pyetje për unikalitetin e Jezusit, dëgjoni se çfarë thuhet tek Efesianët kapitulli i parë. Pali po u flet njerëzve në kish. Unë lutem që Perëndia t'u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët, dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh që besojmë, sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e tij në vendet qiellore, përmbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotrim dhe çdo emër që përmendet, jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhme, dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij, edhe ia dha përkrye përmbi çdo gjë kishës, e cila është trupi i tij, plotësia e atij që mbush çdo gjë në të gjithë. Nëse ka ndonjë pyetje se kush është Jezusi,
Përgjigja gjendet në tekste në pasazhe të tilla. Krishti do të jetë më i larti. Ai është i vetmi shpëtimtar. Ai është i vetmi që duhet të marrë adhurimin dhe lavdrimin ton. Le të mos ngatërrohemi e të mos e shtrëmbrojmë ungjillin në diçka tjetër që na jep neve meritën dhe na bën ne hynor. Ky nuk është ungjilli i Jezusit. Ungjilli i Jezusit është i thjeshtë. Krishti është shpëtimtari ynë unik. Ai erdhi nga Perëndia Atë për të na sjellë neve shpengimin dhe për të na shpëtuar nga mëkatet tona. Ai është i parlinduri prej së vdekurish, si pjesa e parë e të korrave në dhjetën e vjetër, që i ofroi Perëndis, pastaj vinin të tjerat. Unë them, në fillim më e mira, pastaj pjesa tjetër. E gjithë lavdia, i gjithë nderi, i gjithë lavdrimi i shkon Jezu Krishtit, sepse ai ka paguar për ne. Ai ka përgatitur jetën e përjetshme. Zhgëzim të dish se kur ne e vendosim besimin, shpresën dhe dashurinë tonë në Jezusin, do të kemi shpengimin përmes tij dhe vetëm përmes tij. Miq të programit ton, faleminderit që na ndoqët. Ne shpresojmë dhe lutemi që programi i sotëm t'ju ketë bërë të mendoni se sa e rëndësishme është që ju të pajtoheni me Perëndin përmes Jezus Krishtit, që është hynor, por erdhi në trajt njeriu mbi këtë tokë që ne të njihnim Perëndin atë dhe të mësonim se ç'të dashuri të madhe ka ai për ne. Vetëm përmes Krishtit ne mund ta njohim Atin ton qiellor dhe mund të jetojmë me të në përjetësi në qiell. Për të mësuar më shumë për këtë, dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot 2026.